Universiteti Haxhizeka ende nuk ka parlament studentor, edhe pse zgjedhjet janë mbajtur në muajin maj të këtij viti, që nga atëherë është thirrur vetëm një mbledhje nga KQZ-ja në datën 5 nëntor, por as ajo nuk është mbajtur. Kryetari i Këshillit Qendror të Zgjedhjeve Kol Krasniqi tha për Kallxo.com se mbledhja nuk është mbajtur për shkak të mungesës së kryetarit të Këshillit Drejtues në Universitetin Haxhizeka dhe mosarritjen e koalicionit mes organizatave. Pas mbajtjes së zgjedhjeve të suksesshme është bërë nominimi të gjithë atyre që kanë fituar si rezultat i garës zgjedhore. Mirëpo, konsultimi i këshillave të fakulteteve dhe parlamentit të studentëve ende nuk ka ndodhur, për faktin se studentët nuk kanë mundur në këtë situatë të arrijnë ndonjë ujdi dhe asnjëra palë nuk ka arritur të ketë mundësinë e konstituimit të organeve, qofshin ato në fakultet ose universitet. Për neglizhencën dhe mosmbajtjen e mbledhjes deri në atë kohë, nuk po pajtohen disa organizata të cilat thonë se kanë arritur një koalicion mes vete. Kora Bali Musa, kryetari i organizatës Vizioni Studentor, e cila doli dyta në zgjedhjet e muajit maj, tha për Kallxo.com se nga fillimi i procesit të zgjedhjeve deri më tani është duke u favorizuar organizata fituese e zgjedhjeve. Sipas tij, kryetari i komisionit të zgjedhjeve, Kol Krasniqi, ish dekan i universitetit, vazhdimisht është duke i bllokuar proceset vetëm derisa organizata Unioni Studentor Haxhizeka t'i bindë organizatat e tjera të bëjnë koalicion. Për gjatë kësaj kohe kanë tentuar që organizata e parë së bashku me UD dekan Kol Krasniqin, së bashku me të kanë tentuar që të bëjnë koalicionin me organizatat e tjera. Kallxo.com provoi prej 4 ditësh me radhë që të kontaktoj kryesuesin e Unionit Studentor Haxhizeka, por ata nuk ju përgjigjen thirrjeve. 3 organizata studentore, Vizioni Studentor, Unioni i Studentëve Shqiptar dhe Organizata Studentët e PE-s janë bërë bashkë për të formuar koalicionin në Parlamentin Studentor, ku janë gjithsej 9 mandatar. Ervin Shabani, kryetari i organizatës Unioni i Studentëve Shqiptar, tha se kanë bërë një marrëveshje në parim, por ajo është kundërshtuar nga komisioni zgjedhor. U takuva me organizatën Vizioni Studentor, gjithmonë duke nisur në atë parim që mos me pas ngerç këtu, mos me met studentat pa përfaqësim, edhe arritëm një marrëveshje në parim që mu bu bashku 3 organizata, bashkë edhe me organizatën e studentëve të PE-s. Por prapë se prapë erë një vendim nga KQZ-ja që ajo marrëveshje nuk mundet më bu. Kurse Ram Hajraj, kryetari i organizatës Studentët e PE-s, tha se nuk do të pranojnë koalicione me ndikime partijake asnjëherë dhe koalicioni i tyre do të vazhdojë. Koalicioni do të vazhdojë për arsye që 3 organizatat që themelojnë koalicionin janë apolitik dhe nuk lejojmë bashkëpunim me organizatën në cila është dorë e zgjatër e politikës. Kryetari i KQZ-s në Universitetin Haxhizeka, Kol Krasniqi, mohoi të jetë favorizuar ndonjë organizat gjatë procesit. Ai tha se gjithçka ka shkuar sipas ligjit dhe statusit të Universitetit Haxhizeka. Ne do të veprojmë sipas ligjit dhe statusit dhe asnjë moment nuk do të ketë asnjë formë të favorizimit. Sipas rregullorës, ne do të japim mundësinë organizatës fituese dhe nëse ajo nuk arrin për shkaqe të caktuara të formojë parlamentin e studentëve, ne do ta dominojmë organizatën tjetër që ta ketë mundësinë e formimit të parlamentit. Në rast se as kjo organizat nuk e arrin këtë, ne jemi të detyruar të shpallim zgjedhje të reja. Ai shtoi se mbledhja tjetër me organizata studentore do të mbahet brenda pak ditësh, kurse kryetari i organizatës Vizioni Studentor tha se kryetari i KQZ-s ka për detyrë vetëm të thërrasë mbledhjen dhe jo të implikohet në gjëra të tjera. Unë e ftoj ish UD dekan Kol Krasniqin që ti thret mbledhjen, sepse vetëm ajo është detyra e tij, që ta thret mbledhjen. Pastaj ne studentat dimë që si të organizohemi dhe kanë ta zgjedhim kryetar kështu me radhë.